rëndësishme është që ne do ta lexojmë mirë gjithë këtë besim të madh që na dha qarku i Elbasanit dhe jam shumë i sigurt që gjithçka që kemi nisur për të shërbyer qytetarëve në të 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit do ta bëjmë me përgjegjësi të lartë. Nuk e shohim këtë si thjesht vetëm një fitore elektorale, por e shohim si një marrje të një besimi, të një përgjegjësie shumë të madhe e shumë punë që na presin për të bërë së bashku. Siç ju kemi thënë dhe siç ju kemi thënë të gjithëve, ne nuk heqim dorë nga angazhimi ynë për sa më shumë punësim, sa më shumë mirëqenie dhe sigurisht për një shtet që të shërbejë gjithëve. Vota në Elbasan ishte procesi i votimit ishte një proces i vështirë, por duhet ta them që gjithçka shkoi brenda standardeve dhe tashmë çdo parti politike duhet pranojë rezultatin. Ajo forcë e parë nga shkoi. Fitore, faleminderit.